Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e lartësuar lavdrojmë, çojmë salavat e selam e pejgamberit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë besimtarëve muslimanë që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar, po vazhdojmë me dersin e radhës. Javën e kaluar kemi shpjeguar kryesisht ato ngjarjet e fundit para fillimit të shpalljes. Dy ngjarjet kryesore ka qenë vazhdimi i rindërtimit të Qabës dhe gjithashtu edhe kemi shpjeguar edhe ngjarjen që ka ndodhur në mes të Zeid ibn Haritha, që ka qenë i birsum apo personi, djali i adaptuar i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe çfarë ka ndodhur me të në përgjithësi. Sot do të fillojmë të shpjegojmë ato çështje që kanë bëjmë, apo do të futemi faktikisht në fazën e dytë, dhe ajo është fillimi i shpalljes, mirë po vetëm po tu me u ndal se javën e kaluar nuk arritëm me i nxjerr disa dobi nga këto dy ngjarje që janë shumë të rëndësishme edhe që janë përmend nga historianët në përgjithësi, për arsye se vërtet nga këto dy ngjarje edhe nënkuptojmë edhe shumë shenja të cilat kanë vënë në vërtetësinë apo në personalitetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se nuk ka qenë një njeri i zakonshëm, po vërtet ka qenë një njeri i cili ishte i përgatitur apo po përgatitej për të marrur emanetin e Allahut të Madhërisht mbi supët e tij. Fillimisht sa i përket rindërtimit të Qabës, ngjarjen e keni kuptuar, në përgjithësi e kemi shpjeguar javën e kaluar edhe më herët, po ajo që është e rëndësishme edhe çka mund me nxjerr nga ky mësim është se 5 vjet para se mu bë pejgamber Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me fillu mi ardh shpallja, është bë ky rindërtim, që faktikisht është bë rënimi tërësisht i Qabës, edhe është ndërtu pej fillimi në temelet e Ibrahimit alayhis salam, apo dhe ka qenë diçka e domosdoshme, nuk është që e kanë bë pej qefit mushrikët, po ka qenë e domosdoshme për arsye se Qabja pothuajse ka qenë shumë e dëmtuar, kështu që u duhet me bë një ndërhyrje e këtill. E tash kjo rikonstruktim në temelet e Qabës, në temelet e Ibrahimit alayhis salam, në një formë jep me kuptu edhe atë që e ka bë vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me shpalljen e tij si pejgamber. Çka ka bë? Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka ardhur me diçka të re, po ka qenë vazhdimsi e asaj feje që e ka shpjegu Ibrahimi alayhis salam edhe Ismaili alayhis salam. Vetëm se e ka largu edhe e ka rënu, me thonë kushtimisht, ato bestytni dhe besimet të padrejta të cilat i kanë futur njerëzit në shekuj, arabët në shekuj, në besimin e Ibrahimit alayhis salam, dhe e kanë deviju. Dhe ky rikonstruktim i Qabës në kupton edhe rindërtimin që e ka bërë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të besimit të drejtë, dhe është një lloj metafore, me thon kushtimisht, në mes të ndërtimit fizik të Qabës edhe rikthimit në bazën e Ibrahimit alayhis salam dhe Ismailit alayhis salam dhe rregullimit të saj, atë e ka bërë dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pra e ka rikthy këtë fenë e pastër, duke largu të gjitha ato dyshime që i kanë futur i dhujtarët e Mekës në fenë e Ibrahimit alayhis salam. Tjetra është edhe kjo simbolika se qysh e ka bërë Allahu i Madhërisht me hyb kur janë marrë vesh ata mushrikët e Mekës, që personi i cili që mi zgjedh atë problemin edhe mosmarrveshjen që ka çu deri në mundësinë e luftës, ka qenë marrveshja që kush të futet i parë në Mekë, domthonë në Qabë, ai më marr përsipër, me caktuar dhe ai më bë zgjidhjen edhe mos mu i dhnu tani asnjëri. Simbolika e futjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe urtësia që Allah xhalla ala me e fut
Ibrahimin a.s. me fut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me ardh me qenë pe atyre njerëzve, domthonë është edhe ajo se vërtet po jep me kuptu që ky njeri nuk është i zakonshëm dhe nuk është i thjesht, por ka ardhur do thotë çashtu që ka me zgjedh çatë konflikt i cili ka mujt me eskalu apo ka qenë në buzë të eskalimit në një vrasje dhe në një derdhje të gjakut, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka menaxhu edhe e ka shujt. Ashtu që ka vepru Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe me shpalljen në përgjithësi. Pastaj edhe faktikisht edhe bashkimi i fisëve. Në atë përçarje, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka afru ato fise dhe i kanë tejkalu ato mospajtime, ashtu që ka bërë edhe me Islamin në përgjithësi. Pastaj edhe vet gëzimi i këtyre udhëhecësve të fisëve kur e kanë pa që është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ai i cili është futur dhe e kanë etiketuar me emrin El-Amin, besniku, që jep me kuptu që vërtet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i respektuar në shoqërinë e tij, jo për shkak të pasunisë, jo për shkak të ndonjë vlere, po për shkak të karakterit, edhe e kanë dashur njerëzit për shkak të sjelljeve edhe karakterit të tij dhe personalitetit të tij në përgjithësi, e që kjo është esenca e njeriu, nuk është esencë vlerësimit të gjërave në mes prej ardhes ose në bazë të pasunisë ose të pozitës e kështu me radhë, po ato vlerat reale që i ka një njeri, e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë ky, për çata dhe i janë gëzu edhe fisi i vet, që ai i takon të atij fisi, po edhe fise tjera, ashtu që kemi sqaru, të gjithë kanë pretenduar që ky ka me na zgjedh neve, për çata janë gëzu, jo që për arsye se tash në situatat e shehni kur ndodhin këto konfliktet ose ngatresat ose me thon kushtimisht në bazë të fanatizmit, secili pretendon se ka të drejtë, apo kupton? Tani aty largohet gjykimi me logjikë dhe me arsye, po gjykohet me secili ka qysh me mbrojt veten e vet. Qysh ka pra ka lënë në një fanatizëm se secili kjo më shumë të vërehet tek tifozët e futbollit. Ai ke pa domon kur të fillon me ta mbrojt klubin e vet, ashtu është i fundit aty, po gjan ça me gjet për me livdu edhe që thotë ky ka vlera, apo kupton? Ç'kjo është domon tash secili fis në këto ngatërresa, në këto konflikte, secili pretendon se ka vlerë, është më i vlefshëm se tjetri në këtë aspekt, domon ç'kjo çësja, edhe për ata e humb arsyeja. Domthon këto gjykime humb arsyeja. Nuk do të thotë që ata nuk e thojnë të vërtetën ose nuk kanë drejt diçka, po kjo bëhet e drejta absolute me një argument ose me dy argumente që i ka në dispozicion. E njëjta ishte edhe në rrethonën në cilën gjindeshin këto fise ndër me veti. Kurajshitët që ishin Abdul Menaf, domthon që ishin të Hashimit, familjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pretendonin arsyen se ishin ata që e kanë ngrit Mekën pas arsit e tyre, ata udhëheqin Banu Khuza'a pretendon për arsye se ata i kishin vlerat e tyre, pra secili fes pretendonte se ka vlera, ata meritojnë. Kur fut pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, asnjëri nuk e ka gjykuar se ky është anën për këtë fis, po secili ka thonë ky ka më ndosh fisin tem, për arsye se unë kam vlera. Po Muhamedi sallallahu alajhi wasallam e ka tejkalu këtë me bashkimin të sën e ka bë. Pastaj ursi është edhe ajo marrëveshja e banorëve të Mekës ose kurajshitëve ose në përgjithësi e arabëve, fisëve kurajshite arabe, ishte ajo që mos me fut në ndërtim para haram. Edhe kjo komunikohet që i ka dhënë zor më shumë te dikush ka qenë Ebu Gjehli. Ebu Gjehli ka qenë ai i cili kur ka komunikuar ka thonë qëre, kina me renovu edhe me rindërtu këtë qabe, po nuk guxojmë me shti pare që jenë fitu me haram. Cilat jenë ato me haram? Ajo që është fitu me kamat, ajo që është fitu me padrejt, me zullum, ajo që është fitu me prostitucion ose me amoralitet, ajo që është fitu, domthon ato harame që ata i kanë bindur që nuk janë të lejuar, nuk do thotë që ata si kanë vepru, po janë zotu, edhe kjo nuk kupton që ajo çiltërsia e njerëzve në një aspekt. E shohim në përgjithësi njerëzit në komunikime, a ke pa
e din që ndoshta mundet me konë i drogirash ose punon me drogë ose sene, e din që s'bën ajo. Po është fut në atë gjunah, edhe është fut dhe nuk ka forcë me heq dorë nga ajo. Apo kupton? Edhe pse ajo është i bindur që ajo nuk bëhet ashtu. Prandaj nga kjo mund të marrim atë mësimin e çeltërsisë se mushrikëve të Mekës në përgjithësi, po megjithatë nuk disa prej tyre, posaçërisht që Abu Jehli për cilën e përmendëm, domethënë gjunahi edhe situata dhe rrethana në cilën ka qenë nuk e ka leju me i bad vetit dhe thot një llogari edhe me thonë ka dalë se që ky njeri e ka drejt edhe me ju kthy, edhe me u pajtu, edhe me heq dorë nga ato rruga e pa drejt edhe rruga e keqe të cilën e kishte zgjedh fisi i tij në përgjithësi. Dhe urtësia e tjetër qëndron edhe në ngjarjen e Zeid ibn Haritha me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe e kemi shpjeguar javën e kaluar se e tërë ngjarjeja ka ndodhur para se mu shpall Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pejgamber. E ajo mirësjellje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me Zeidin, edhe pse Zeidi ka qenë rob tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po në atë nivel që me i dhon përparësi babës karshi babës vetë e axhallarëve dhe fisit në përgjithësi, me i dhon përparësi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kjo nuk është punë e vogël. Çka po jap me kuptu kjo? Po jap me kuptu se ky person, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka qenë një njeri i rëndom. Për arsye se është shumë normale mund ta marrim pavarësisht njeri nëse ka një pozitë edhe dikush është në rtë, manifeston atë zotnillokun e vet ose atë epërsinë e vet në një formë apo tjetër, ndoshta me qëllim ose pa qëllim. Mirë, po me ardhur në çat grad që Zeidi ashtu me e dasht këtë njeri çast shumë, pa qenë pejgamber, se kur është pejgamber nuk diskutohet, është tjetër çështje. Unë me ju kallëzu drejtën më herët kam pat mendu, jo që e kisha lexu, më herët e kam fjalën në histori kur e kam lexu, kam mendu që familja e Zeidit, baba dhe axhallarët kanë ardhur te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam masi që është bë pejgamber. A i keni para, masi që ka fillu me arë shpallje, edhe është normale Zeidi mos me refuzu me shku, pra arsye se ka pranu Islamin, e din kush është personaliteti i tij, po kjo ka ndodhur duke qenë para se mi arë shpallje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj kjo jep me kuptu që vërtet ky njeri edhe para se mi arë shpallja i ka pas disa personalitete që vërtet nuk është e çuditshme edhe Hatixha që e ka manifestu ashtu që do të vim pak ma vonë kur e shpjegojmë ngjarjen, nuk është e çuditshme edhe kur i kanë gëzu banorët e Mekës kur ka ardhur, po nuk është edhe çuditshme edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur i thot Waraka ibn Nawfal që ti shakon pak ma i ri edhe ma i fort që me të mbrojt atëherë kur qesin popullit pej venit, o çudit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë çush ndodh kjo? Qa i kom bone, unë kam një pozit, jo, po krejtë më dojnë, do më qysh tash me përzon prej Mekës, do më nuk ka mujt, as vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me kuptu, për arsye se vërtet ka qenë një personalitet që krejtë e kanë dashur. Në qasi niveli që e ka ba që Zeidi, pra, me i dhon përparësi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam karshi babës, axhallarë dhe fisit në përgjithësi. E çka është edhe më e rënd, edhe më e me thon kushtimisht që e çet në pa situatën dhe rrethanën kur i ka thonë baba i vet qysh pesgjedh me kon rob te një zotni e spesgjedh me kon i lirë, do më hajde le pedon, po lirohesh. Po lirohesh do thot nëse e bën këtë zgjedhje, do më polirohesh prej robrisë. Tani krahas kësaj e shohim menaxhimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam këtë situatë, kur është gëzu që Zeidi ka zgjedh Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe axha edhe baba po i thonë çysh po e bën këtë. Menaxhimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kur ka dalë dhe ka shkuar dhe ka paralajmëruar në Mekë që Zeidi pej sotit është djali jam. Është djali jam dhe kjo po kupton se si
e ka dash do thot me e reflektu edhe me rikthy me thon atë mirësi që ja ka bë Zeti, për arsye se e ka dash edhe nuk është që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam e kishte refuzu, ish mërzit, ti kishte zgjedh babën e vet, për arsye se ka dash me pas afër edhe me vazhdu me qenë së bashku me Zetin. Prandaj edhe i ka bë këtë hap që pas kësaj e ka adaptu Zeidin edhe e ka konsideru si djalë vetin, edhe pe asaj dite e kanë qujtë Zeid ibn Muhammed. Madje Abdullah ibn Omeri thot, kur ka zbrit ajeti i cili e ndalon adaptimin, edhe domethënë largohet pastaj epiteti Zeid ibn Muhammed, i thuhet Zeid ibn Haritha. Abdullah ibn Omeri thot, unë deri në çat moment se kum dit që Zeidi nuk është djali i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Domthon për arsye se Abdullah ibn Omeri ka qenë orrit, ka lind mas kësaj ngjarje, domthon është i ri. Edhe në Medinë të gjithë kur kanë bërë hijrat, të gjithë kanë menduar që Zeidi është djali i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Kur ka zbrit ajeti, çatëre ka kuptuar që s'te ka kon, që kuptohet se sa kanë qenë afër që kur kush nuk e ka diskutuar këtë çështje edhe këtë meselë në përgjithësi. Pra këto ishin vetëm disa paralajmërime ose disa shkëndija të cilat e nxirrnin në pa personalitetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se ky njeri nuk është një njeri i zakonshëm, nuk është një njeri që është i rëndomt, që ka në vetvete disa cilësi caktuar, mirë po vërtet ka qenë një njeri i kompletuar që Allahu xhallahu ala e ka përgatitur në të gjitha format, edhe për me e marrë përsëri për emanetin e Allahut madhërishëm në mbi supët e tij në përgjithësi. Pastaj, pra këtu ishin në përgjithësi ato ngjarje të cilat kanë ndodhur para shpalljes, edhe para fillimit të shpalljes, domthonë deri në moshën 40 vjeçare. E kemi përmendur edhe një herë po e potencojmë, nëse konsiderojmë pejgamberi sa ka jetu 63 vite, 40 vite para se mu kon pejgamber, edhe 23 vite si pejgamber. Ngjarjet që do të pasojnë tash prej momentit që është bë pejgamber janë shumë qartësume, është faktikisht çdo situatë, çdo rrethon është e shpjeguar për dallim nga ngjarjet të cilat kanë qenë para shpalljes, që janë më pak. Po i kemi përmendur vetëm ato që dihen, edhe ato që janë përmendur, edhe ato që janë më të sakta nga këto ngjarje të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E tash prej atyre gjërave që përmendet në lidhje me fillimin e shpalljes ishte edhe ajo se që përmenden në disa hadithe, për arsye se këto edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pastaj i ka diskutuar, ishte edhe fakti se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është që ju e dini që shoqëria mekase ka pas shumë, kanë pas domthonë shumë qysh me thonë veprime krahas kamatës ose veprime ndryshme, kanë pas edhe amoralitet eksene krahas i dhujtarisë e kështu me radhë. Megjithatë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë pjesëmarrës në këto gjunahe dhe në këto veprime të këqija në përgjithësi. Tregohet me një rast, edhe kjo është domthonë ngjarje para shpalljes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur ka qenë shumë i ri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka qenë së bashku me një shok të vetin duke i rujt delet. Dhe këtë punë ka pas devet faktikisht, edhe këtë punë ka pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe një ditë prej ditëve i ka thonë rujti delet, unë po shkoj po zbres në Mekë edhe po këshyri çka ka. Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur zbret në Mekë, duke filluar në fillim të shtëpia, e shet do thot një zhurmë, domthonë që po bëhet. Zhurmë kuptimin e festimit e kështu me radhë, edhe pyet thot çka ka, thot po martohet, ka martesë filani, edhe thot u jam afru me shiku çka po bëhet, po si jam afru, thot më ka ardhur një far klope edhe më ka zonë gjumi. Edhe nuk më ka qu gjumi, vetëm se kur o qu dielli, do thot i ka ra rrezë e diellit, i ka ra në kokë, atëherë i ka dalë gjumi. Domthonë i ka ik krejt, ka dash me ditë çfarë po bëhet, ai kurioziteti i moshës rinore, megjithatë Allahu xhallahu ala e ka rujt. Dhe kjo i ka ndodhur 2 herë. Edhe të nesrit ka tentuar njëjtë, po njëjtë i ka ndodhur edhe pastaj mund nuk ka tentuar.
Pra e shohim që ka qenë në ruajtje dhe nuk ka qenë për atyre njerëzve që zakonisht bojnë ndoshta të këqija sa ne tani kthehen, po pej fillimit deri në fund ka qenë i ruajtur prej gjunaheve edhe s'ka mujt kurkush me e akuzu ose me i bë diçka për shkak se e shohim njerëzit kur dojnë me diskreditu dikon, tentojnë me hulumtu historinë e vet. Historinë e atij jetës tij, çka ka bë, çka s'ka bë, ose mundon domethënë nga ky aspekt me e dëmtu edhe me i shkaktu diçka të keqe, me i shkaktu diçka të keqe personalitetit të tij. Me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam nuk kanë arrit me bakët. Edhe tjetra që ka qenë e rëndësishme për me u ditë në lidhje me personalitetin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam është edhe fakti se kur nuk ka marrë pjesë edhe nuk ka qenë prej atyre që ka kryer ndonjë ritual që nënkupton adhurimin e idhujve të mushrikëve të Mekës në përgjithësi. Jo që i ka luftu ose i ka refuzu këto, po nuk ka pranu, edhe nuk ka bë, nuk vërtetohet se ka bë në një veprim të shirkut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në kohën para se me fillu me ardh shpallja. Pra nuk i ka pëlqyer ajo veprimtari edhe ajo punë e tyre, prandaj edhe vazhdimisht ka refuzu praktikisht që me qenë pjesëmarrës në ato rituale të cilat i kanë bë banorët e Mekës në përgjithësi. Por ajo çka kur ka fillu pra ti afrohet koha e shpalljes, ka ndodhur edhe një gjë që tregon vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është se 6 muaj para se me fillu me ardh shpallja, ka fillu me pa ëndra. Natën me pa ëndra, po çato ëndra i dëftoheshin ditën. Me një fjalë, ishte një lloj paralajmërimi për ngjarjet të cilat do të ndodhen gjatë ditës. Edhe kjo ishte diçka shumë e vërejtshme tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, saqë e ka bë dert edhe me Hatixhen, me gruan e tij, e ka bë dert edhe e ka diskutu se është duke ndodhur kjo. Jo në kuptimin e frikës, po është diçka e çuditshme. Pastaj ajo që ka vepru Muhamedi sallallahu alaihi wasallam para shpalljes ishte edhe çështja ka pas shef ose me u vetmu edhe me najt me meditu vet. Dhe këtë më shumë të e ka bë në shpellën Hira, që është në kodrën e Nur, i thojnë, Gjebelu Nur, që e ka marrë këtë emërtim mas shpalljes, për arsye se e Nur do të thonë drita, për arsye se aty ka zbrit drita dhe për këtë shkak edhe e ka marrë epitetin Gjebelu Nur. Edhe aty ka fillu pra ti vi shpallja edhe të pranojnë nga Allahu i Madhërisht Kur'anin famlar. E tash Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një kohë të gjatë ngjitej në këtë kodër edhe rrinte një kohë, jo 1 orë, 2 orë, po me ditë rrinte lart. Merrte ushqim me vete edhe shkonte atje dhe meditante. Në hadithin Buhariut edhe të Muslimit përmendet qartë kjo veprimtari e tij, që është domethënë Imam Buhariu e ka faktikisht është hadithi i 5 në radhitje, kapitulli i parë i haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ka radhit Imam Buhariu është Bid'ul Wahi, fillimi i shpalljes. Edhe tregon hadithe të cilat ndërlidhen me ato fillet edhe e shpalljes që ka ndodhur me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj çka thot Aisha transmeton se që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ru'ya salihah. Gjëja e parë që i ka ndodhur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në fillim të shpalljes, domthonë para se me ardh shpallja, kanë qenë çto ëndrat e mira. Kemi e dini në përgjithësi, ndoshta keni dëgjuar, ëndrat nuk është diçka që Islami i anashkalon tërësisht, po nuk është diçka që kemi dy ekstreme në lidhje me ëndra. Ekstremi i parë është që disa pretendojnë që
ëndra është diçka shumë esenciale, sikurse disa sufi ose disa drejtime ndryshme, të cilat mundohen me e pretendu ose me e vërtetu një çështje të fesë nëpërmjet ëndrës. Sikur që e kemi përmend edhe çështjen e kujt, çështjen e qelimeve që kemi bë më herët. Faktikisht kjo veprimtari më shumë lidhet me një ëndër që ka pa një njeri i mirë që për një të vdekur, e ka pa një të vdekur edhe ju ka dëftu në ëndër se fjala la ilaha illallah me thonë për të e ka shpëtu nga zjarri i xhenemit, edhe nga kjo ka rrjedh që njerëzit me thonë la ilaha illallah në emër të vdekur sa më shumë që mi shku se vapi atij. Domthonë ky vërtetim është do thot prej ëndrave që e ka pa dikush, pra nuk ka diçka bazë në fe. Prandaj edhe themi ne nuk është e nevojshme që njeri me apliku ose me bë. Ti mundesh me bë dua për të vdekurin, mundesh do thot me dhon sadaka e ato gjëra të cilat janë të vërtetuar mirë, po me pretendu se që kjo forma që na i mbledhëm njerëz edhe thujnë la ilaha illallah disa herë, pastaj mia dërgu atij të vdekurit edhe kjo veprimtari që çështo duhet me vepru, mas pari themi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk na ka mësuar kështu, dhe e dyta është që nxjerrja e vërtetimi i kësaj është do thotë ndërtohet në bazën e një ëndre. Më kujtohet na ja kum kallzuar edhe më herët, ishim me një rast të një hoxh i njohur në Arabi, edhe ishte një shkodran. Edhe ai talebe, ishim bashk, edhe thot po kallzoni për veten e vet, thot i kisha do komshi, do thot, ata i thojnë komshi, na i thojmë kojshi. Një gru tha vinte te nana, ajo katolike. Edhe tash kur ka ardhur aty, asaj ne kish dek nana, edhe baba më duket. Edhe zakonisht ju e dini krishterët e kanë traditë me shku mi bë zjarret varrezat edhe me çu ushqim në varreza. Posaçërisht e ortodokse di që është shumë e njohur për arsye se mbajnë mend edhe këtu kanë aplikuar si i vogël i mbajnë mend që shkojshin gratë në varrezat të tyre edhe çeshin ushqime me vete. Edhe kështu e praktikoj e tha kur e diskutoj këtë me mu, ky si talebe i ka thonë jo mëre, çka ka me shku do thotë i vdekurit ku i quhet ushqim, kush e han ajo, nuk mundet me hangër edhe me dash se edhe e ka në një formë ka bind këtë grun që s'ki nevojë me çu ushqim te vorrët. Edhe qa u bo mas një kohë, ajo ka po ëndër babën e vetë edhe i ka qërtu pse s'po mbjen ushqim. Edhe tash i ka ardhur ti djali ka thonë qysh a përsheti qa më ke thonë unë s'shtoj ku po ëndër. Edhe tash ky djali i ri s'ka ditë qa mi thonë, o hutu edhe ky tash qa do muaj tjetër fe edhe e ka lënë. E tash e vetë ke këtë hoxhen, tha qështu më ka ndodhur, qa me bo. Edhe që kjo është e rëndësishme me e pas parasysh, për shkak se na në islam ose feja nuk vërtetohet me ëndra. Për arsye se nëse dojmë me vërtetu senet me ëndra, atëherë feja mbetet kurrgjys, secili që është ëndër, çashtu do thotë do me apliku dhe praktiku. Feja jon është e ndërtuar ala basira, që ka thënë pejgamberi Allahu i madhërisht, që ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në arsye dhe në argumente të qarta. Edhe që kjo është domthon ku ecëm na, jo në shije ose në pretendime qysh e nin veten ti. Çashtu qysh është posaçërisht e kemi përmend edhe këtë qasje posaçërisht të krishterëve që e konsiderojnë do thotë besim ose ndjenja shpirtërore që mundet me ndi dikush në vetveten e tij. Pavarësisht çysh e arrin ai. A arrin me shirk, a arrin me diçka, nuk është më rëndësi. Më rëndësi është domosdoshmë ai me undi që është u besu, domosdoshmë e ka mrrin një farë bindje shumë të lartë. Në Islam do thotë nuk ka kështu. Në Islam ka me u bind me argumente të qarta, jo me u bind çysh ti ki qef. Ose çysh ti ki ku e ndërton fen tonë nuk është më rëndësi, a e ndërton në hajmali, a e ndërton në një ngjarje të caktuar, a e ndërton do thotë në një shprehi që ja bën vetes tonë e kështu me radhë, s'është më rëndësi te ta. Më rëndësi është do thotë me ndi veten mirë gjatë aplikimit çati ritualet. Në Islam nuk është ashtu. Islami është do thotë i ndërtuar në fen e pastër, edhe në argumente të qarta, për çata edhe është garanca e fesë është në këtë bazë, në këtë argument. Për çata dhe Allahu i madhërisht e thirr njerin, thot në këto ka argumente për ata që logjikojnë, për ata që studiojnë, për ata që analizojnë, për ata që kanë zotet e mendjes. Pse? Për arsye se
kjo është do thot ai mekanizmi me cilën të vjen deri te vërteta, jo forma tjera. Për çata ne nuk i urdhrojmë në Islam që jo mos vetë për këto se s'ban. Jo. Domthonë çdo sen e kit leju me vet. Nëse ke për synim do thot me e hulumton të vërtetën. Ka dikush din më të përgjigj, dikush edhe ashtu s'din. Pse hoxha ose ai tjetri s'ka ditë më të përgjigj, nuk do të thotë që nuk ka përgjigje për të. Po duhesh me pyet edhe me hulumtu të vërtetën vazhdimisht në jetën tonë, posaçërisht nëse je prej atyre që je fillestar në Islam edhe je duke kërku të vërtetën në çështjet e ndryshme në fe. Mirë, po në anën tjetër nuk është diçka që ëndrat kryesisht edhe gjuhën në përgjithësi. Jo. Faktikisht ëndrat në Islam janë 3 kategori. Janë ëndra prej shejtanit, janë ëndra që njeri i ndin prej mundet me konë aspekt psiqik. Për shembull, o baravat me një çështje caktuar gjatë ditës edhe natën kur vjen me pushu, mundet me pa diçka që ndërlidhet me sa çështje. E ka bën një dërt ose ka një mërzi ose domthon ka të bëjë me aspekt psiqik. Edhe lloji i tretë i ëndrave është që është prej Zotit të Madhërisht dhe këto ëndra janë matrolla, edhe zakonisht masi që të sheh njeri mund me konë shumë qarta, ashtë i qarë, s'ki nevojë me shpjegu hiç, për shembull e sheh çabën ose e sheh një veprim të mirë ose domthonjë që s'ki nevojë të me komentu, po është ashtë i qarë që është do thotë ndërlidhet me një punë caktuar, me një gjështje caktuar që është një lloj paralajmërimi nga Allahu i Madhërisht që me vazhdon atë rrugë ose me vepru të njëjtën punë, ose mundet me qenë edhe me ndonjë simbol. Kjo ka nevojë do thotë të komentohet, që ka disa njerëz që kanë këtë aftësi që i komentojnë ëndrat, jo gjithkush, po ka libra që shkruajnë këto, po më shumë kjo punë është me një lloj prirje edhe një lloj njohurie që mundën me pas disa njerëz caktuar, posaçërisht që kanë njerëz njohuritë Islamit në përgjithësi, edhe mundin me komentuar. Unë kam taku kësi njerëz, jo që kanë qenë dietar shumë njohur ose sene, po që kanë pas këtë aftësi edhe praktikisht e kam pa që komentojnë edhe shumë qartë i shpjegojnë senet, qoftë duke u bazuar në ndonjë ajet të Allahut Madhërisht ose ndonjë hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që është përmend ajo çështje e kështu me radhë, edhe në bazë asaj e komenton. Jo që ai faktikisht i ndërlidh simbolet edhe e bën do thotë një komunikim, po është një lloj ndjenje që ai e nin gjatë transmetimit ose shpjegimit të ëndrës në përgjithësi dhe mund të kuptoj se me çfarë ka të bëj ajo ëndra në përgjithësi. Edhe që ka thonë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është pjesë e pejgamberisë, ëndrat, pra ëndrat e sinqerta dhe edhe të sakta janë pjesë e pejgamberisë, edhe që ka thonë edhe e ka sqaruar, domthonjë që kjo është diçka që nuk duhet të mohohet ose të qitet poshtë. Pra, ne jemi në mesin e dy ekstremeve. Ekstremi i parë që ata që e qesin poshtë në përgjithësi, dhe ekstremi i dytë ata që e bëjnë bazë ëndrën, edhe në bazë të ëndrave e jetojnë jetën ose e ndërtojnë fenë e tyre, por themi që ëndrat e mira mund me qenë një lloj sinjali dhe paralajmërimi nga Allahu i Madhërisht në përgjithësi. Edhe kjo që ka ndodhur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka qenë në fakt kjo, pra që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pa ëndra të mira që ka qenë një lloj përgatitje për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për emanetin që ka me marrë në ditët apo në muajt në vazhdim. Pastaj që kjo vetmia edhe kjo i ka bërë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përgatitet psiqikisht për emanetin që do ta marrë në ditët në vazhdim. Në hadith pastaj po thot sallallahu fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaq as-subh. Pra po vazhdojmë hadithin në Buhari, pra ishin ëndrat dhe po thot Aisha nuk shite ndonjë ëndër e që në mëngjes ose gjatë ditës nuk i dëftohej sikur të ishte e qartë. Thumma hubbiba ilayhi al-khala. Pastaj i është bë e dashur që të jetë vetmia, domthonë të jetë vet. Dhe shkonte në shpellën Hira edhe fejatahannathu. Yatahannathu domthonë adhuronte Zotin aty. Që të kuptim e ka në tahannuth, për arsye se edhe në sharim ka thonë wa huwa at-ta'abbud, dhe kanë diskutuar ulemat çfarë adhurimi ka bën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam para shpalljes.
Domthon çka ka adhuru, çysh e ka bë adhurimin. Tash disa kanë thonë mundet me qenë edhe adhurim praktik, po më shumë ka qenë diçka shpirtëror, edhe diçka e ndjenjes që e ka bën në vetveten e tij, faktikisht në meditim, ka meditu edhe e ka pa atë në një formë ndoshta edhe e ka refuzu atë që po bëjnë mushrikët e Mekës në adhurimin e idhujve dhe gjërave të cilat ata po i bëjnë, edhe e ka dash të thotë vetmin edhe mu vetmu me në kuptimin edhe meditimin rreth madhështisë edhe Allahut madhërisht në përgjithësi, për arsye se edhe mushrikët e Mekës e kemi përmend disa herë e kanë njoftë Zotin edhe e kanë adhuru Zotin dhe e kanë ditë që Allah xhalla ala ajo është do thotë absoluti. Mirë, po i kanë adhuru këta zotra të tjerë që kanë pretenduar që këta mund me na ndërmjetësu te Zoti i Madhërisht, për arsye se ndoshta na nuk meritojmë, nuk mund me depërtu te Allahu i Madhërisht. E keni parasysh këtë shybe dhe këtë dyshim e kanë pas në vetveten e vet. Edhe kanë eskaluar dhe kanë deviju në veprimtarinë e adhurimit që ja u kanë përkushtu idhujve të tyre në përgjithësi. Lejali dhawatil adad, domthon me ditë të tëra ka qëndru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë shpellë. Qabla an yanzi ila ahli, para se pastaj domthon zbrit pra tek familja, është fjala te Hatixha, tek familja se kishte fëmijë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atëherë, edhe çka merrte prap ushqim me vete edhe prap kthehej ashtu dhe ka bë kështu në një kohë të caktuar derisa ka ardhur meleku Xhibril. Edhe kur i ka ardhur meleku Xhibril e kanë dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam niza që i ka thonë iqra, lexo. Dhe tek arabët fjala lexo nuk e ka kuptimin me lexu vetëm ato çashe, apo kupton? Me lexu Kur'an nuk e di të na përdoret si shprehje apo nuk përdoret shprehje, mundet me qenë edhe me lexu edhe përmendsh njëri, apo kupton? E ka edhe këtë kuptim. Jo vetëm me lexu shkronja. E ka edhe këtë kuptim. Edhe Xhibrili kur i ka thonë iqra, lexo, ka thonë do thotë me e recitu ose me thonë fjalën e Allahut madhërisht. Mirë, po Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është përgjigj se unë nuk di me lexu, edhe me dash nuk di, për arsye se nuk di shkrim edhe lexim. Edhe është hutu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam më ka thonë ma ana biqari, nuk di të lexoj. Atëherë Xhibrili e ka marrë edhe e ka shtrëngu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me një shtrëngim shumë të fortë, saqë shumë i ka dhimbt Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tregon domosdoshmë që ka qenë dhimbje, nuk ka qenë vetëm një shtrëngim me kthjell, po ka ndi dhimbje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ulemat kur e kanë shpjeguar këtë ngjarje, kanë sqaruar se është kjo formë e qasjes ka qenë që me e bind Muhamedit sallallahu alajhi wasallam se kjo është diçka fizike, nuk është diçka që është ndru apo diçka, për arsye se dhimbja fizike të bën shpesh herë keni pa njëri ka herë që kur se din a është për një me, a është për një me, i këshyrë do thotë që a është të livrit, a është domethënë të ndi dhimbje për me kuptu që është domethënë të ndi fizikisht do thotë atë ngjarje e nuk është të ndru. Edhe për këtë shkak edhe ka qenë që kjo formë do thotë e shtrëngimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ai faktikisht ta kuptoj situatën që është diçka fizike dhe nuk është diçka që vetëm është duke e ndi ose diçka që është duke e ndru. Edhe kjo ka ardhur pra 3 herë. I ka thonë lexo, s'ka ditë e ka shtrëngu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pastaj prap i ka thonë lexo dhe në herën e tretë pastaj kanë filluar me u zbrit ajetet dhe ka zbrit pra 5 ajetet e para të surës Iqra. I ka thonë iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Pra 5 ajete që vërtet janë ajete që i flasin kujt direkt arsyes së njerit. Domethënë se dhe e kupton realitetin e personit apo njeriu në përgjithësi dhe i thot iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo në emrin e Zotit ton i cili ka kriju çdo gjë. Që domethënë lexo në emrin e Zotit ton i cili ka kriju çdo gjë. Pra fillo
edhe në mbështetjen e Zotit Madhreshëm, i cili ka kriju, do thot me lexu, i cili ka kriju çdo gjë. Khalaqal insana min alaq, e ka kriju njeriu prej alaq, është një lloj gjaku i ngjizur që është për qëllim i atribuohet ose i aludohet për atë gjaku i cili ngjizet në barkun e nënave në përgjithësi. Do thotë e krijon njeriu prej atij gjaku ngjizur për me e tregu madhështinë edhe fuqinë e Allahut Madhërisht në krijimin e tij. Qysh e bën që Allahu xhalla ualla me humbi një farë në barkun e nënës, edhe ai gjak i ngjizur pastaj të kalojë në fazat e ndryshme dhe të bëhet njeri. Pra, ky është Allahu i Madhërisht, prandaj lexon emrin e Zotit i cili krijon njeriu në këtë formë. Iqra wa rabbuka al-akram, lexo se vërtet Zoti yt është më fisniku, më bujari, i cili jep më shumti, i cili nuk krahasohet pra me fisnikrinë e njerëzve, me bujarinë e njerëzve, për arsye se ai bujaria e tij është absolute me njerëzit. Pra ai është më fisniku nga të gjithë. Alladhi 'allama bil qalam, ai i cili e mësoi pra njeriu me laps. E mësoi do thotë i dha aftësinë e shkrimit, aftësinë e leximit, edhe pra e bëri njeriu do thotë të jetë i dijshëm me atë që shkruhet edhe çka lexohet në përgjithësi, dhe kjo i aludohet një aftësie të jashtëzakonshme që e ka në dispozicion njeriu, me cilën faktikisht arrin edhe të ngritet nga krijesa tjera në përgjithësi, pra kjo aftësia e shkrimit edhe leximit që Allah xhalla ualla ja ka mundsu edhe ka bë formë me cilën arrin njeriu me e zhvillu dhe me e përparu me veten e tij. Allama al-insana ma lam ya'lam. E ka mësu po njeriu atë që ai nuk e ka ditë, nuk e din. Pra e ka bën njeri me mësu atë që ai nuk e din. Pra Allahu i Madhërisht ja ka mundsu njerit që e kina ndoshta të kaluamën këta mësuesat, profesorët thoshin njeriu është tabula ras. Domthonë është domthonë një dras e zbrazd, edhe shënojmë në të, që faktikisht njeriu lind i padijshëm, nuk din kur gjë dhe me kalimin e kohës pra mëson atë që s'e ka ditë dhe vazhdimisht tu avancon në njohuri, dhe kjo mundësi edhe kjo formë do thotë e ngritjes së tij dhe arritjes është diçka që Allah xhalla ualla e ka bë ligj edhe ka bë rregull tek njeriu në përgjithësi, edhe prandaj edhe i shpjegon Allahu i Madhërisht këto gjëra që me e kuptu madhështinë e Zotit Madhërisht. E për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam kjo ka qenë një trishtim shumë i madh, një gjendje shumë e jashtëzakonshme dhe një frikë shumë e madhe. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atë shumë është frikëruar, saqë kur është kthy ka zbrit poshtë dhe në këtë rrethon e ka pa edhe Xhibrilin alayhis salam në formën e vërtet. Për arsye se zakonisht dy raste pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pa Xhibrilin në formën e vërtet, do thotë në ashtu që ka kriju Zoti i Madhërisht. Rasti i parë ka qenë ky, edhe rasti i dytë ka qenë kur ka bë Miraxhin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Këto dy raste. Tjera raste kur i është ardhur Xhibrili alayhis salam, ka ardhur ose në formë të ndonjë njeriu, në formë simple, ashtu që kemi hadithe të shumta, ose domthonë nuk ka ardhur vetëm zani, pra nuk e ka pa. Po në këto dy raste e ka pa në formën e sekt. Domthonë qysh është Xhibrili i krijuar nga ana e Allahut Madhërisht. Thuhet në transmetime që e ka pa, ka qenë do thotë këtë horizontin e ka mbulu vet Xhibrili alayhis salam. Domthonë çash ka qenë i madh, edhe çash ka qenë domthonë krijesë jashtëzakonshme, saqë e ka mbulu krejt qiellin. Këtë horizontin e qiellit e ka mbulu kur e ka pa, edhe kjo ka qenë do thotë një lloj trishtimi për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam në ato momente, dhe thuhet që Xhibrili alayhis salam ka 600 palë krah. Dhe vetëm nga ky numër po kuptojmë se sa është i madh si krijesë e Allahut Madhërisht, dhe ndoshta neve na duket shumë e paqartë, po ndoshta ju ka rasti me pa e kum pa kur bëjnë krahasimit e planeteve, a e ke pa domthonë tokën, po kur vjen kadale deri tek planetet tjera, se në toka jetë si një lloj klikeri, me thonë, domthonë një lloj rruze shumë e vogël në krahasim me planetet tjera. Po nganjëherë neve na duket ajo pozita ku jemi se është shumë e madhe, po në krahasim me gjësinë
dhe ekzistencën, atëherë kjo është do thot një gogël, një kokër e vogël bota. Prandaj edhe madhështia e Xhibrilit alayhis salam krahasim me botën është diçka shumë e jashtëzakonshme, po kështu është krijesa e Allahut madhërisëm dhe kështu janë pra krijesat që na nuk i dim se çka ka kriju Allahu i madhërisëm përveç asaj çka shohim në këtë dynjë. Neve shpeshherë e dim që Allah xhallahu ala kemi hadithet nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju flet banorëve të qiellit. Domthonë ka krijesa që na nuk i njohim, nuk e dim. Prej tyre janë edhe melaçet që këtu vërtetohet se sa e madhe është si krijesë e Allahut madhërisëm. Prandaj edhe Xhibrili Muhamedi sallallahu alajhi wasallam friksohet shumë edhe kthehet në shtëpi dhe si të kthehet thot zamiluni. Domthonë ju e dini njëri kur ka trishtim e rrok edhe dridhja, një lloj ftohje, një lloj dridhje, edhe kërkon me umbulu Muhamedi sallallahu alajhi wasallam që me te i kalu atë situatë do thot të frikës. Edhe kërkon prej Hatixhes me mbulu, thot zamiluni, domthonë më mbulani. Edhe rrin pushon pak, edhe masi që të pushon pak, pastaj qohet edhe ja rrëfen Hatixhes se çka ka ndodhur. Domthonë të gjithë situatën ja rrifen Hatixhes. Hatixheja e dëgjon me vëmendje. Edhe i thot një fjalë që ndërtohet në ata që kemi shpjeguar deri më tani. Ai thot kalla la yakhzika Allahu abada. Thot kurse se Allahu i madhërisëm ty nuk ka me të hub kurr. Domthonë Hatixha në vetveten e vet ishte e bindur që ky personalitet Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk është një personalitet i thjeshtë. Prandaj kjo që ka ndodhur me të se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i thot kështu, thot khashitu ala nafsi, domthonë kum pas frikë që mos po ndodh diçka me mua. Domthonë frikë fizike, po gjithashtu edhe frikë psiqike se ç'ashtu ndodh me mua, domthonë çka im tu i pa këto sene, çka po ndodh me mua. Edhe Hatixha pastaj e ngushëllon e i thot mos u tut se ty Allah i madhërisëm nuk të hub. Për arsye se ti je një person që tasilu rahim, je i afërt me farefisin, i ndihmon nevojtarit, ati që i pat zullum, do thot i del mbrojtje. Domthonë ja përmend, jep sadaka, ja përmend ato virtyte që Hatixha i ka pa vazhdimisht te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot një njeri me çito virtyte nuk ka mundësi me dështu, nuk ka mundësi mi ndodh atij diçka e keqe edhe me pra të gjithsesi me ty do thot është diçka e mirë, prandaj edhe e ngushëllon edhe e qetëson, edhe shkon më një herë te kush te Waraka ibn Nawfal. Waraka ibn Nawfal ndoshta i kujtohet kur kemi fol për 4 njerëz që kanë dalë prej asaj çfarë kanë pretenduar mushrikët e Mekës, prej tyre ka qenë edhe Waraka ibn Nawfal. Disa prej këtyre 4 kanë vdek para se me jarë shpallja Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, të cilët kanë refuzuar idhujtarin faktikisht edhe janë shpërndarë në për dynja me thonë, edhe secili e ka hulumtuar të vërtetën. Edhe Waraka ibn Nawfal kur ka dalë prej Mekës ka shkuar në për vende edhe e ka mësuar domthonë hebrejishtën e vjetër me të cilën ka fol edhe Isa alayhis salam. Edhe ka njoftë këtë gjuhë shumë mirë, edhe thuhet që e ka shkruajtur me dorë vet, edhe vërtetohet. Disa kanë thonë që ka qenë hebrej, disa kanë thonë që ka qenë krishter, po e saktë është që ka qenë domthonë një krishter, po jo që ka besu Isa alayhis salam për domthonë Trinitetin. Për arsye se Triniteti atëherë ka qenë i përhapur, nuk e ka besuar në këtë formë, po e ka besuar që domthonë vazhdimsinë e çasaj profecie të pejgamberëve prej Ibrahimit alayhis salam dhe pejgamberët të cilët kanë ardhur me rregull, edhe për Isa alayhis salam ka besuar të njëjtën. Prandaj edhe kur shkojnë, pra ka qenë krishter, po jo në fen e krishterëve të cilët kanë besuar në Trinitet. Për arsye se në atë kohë ka pas ende nuk ka qenë ka pas krishter të saktë, domthonë që kanë qenë në fen e saktë. Edhe prandaj edhe është e quajnë disa prej përshkruesve të sirës që kanë qenë al-Hanafia samha, domthonë që ka qenë në fen e Ibrahimit alayhis salam, Waraka ibn Nawfal, domthonë çat vazhdimsi. E jo do thot në fen e krishterëve të devijuar. Edhe kur shkon Hatixha ka pas Warakan djalë të migjes. Domthonë kushëri djalë të migjes e ka pas, edhe shkon te ai edhe thot dëgjoje çka është të thon ky burr jam, do thot edhe ja shpjegon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se i ka ndodhur. Edhe Waraka e dëgjon me vëmendje,
edhe i thot kjo që atë ka ardhur ty është en namus, është një lajmëtar i cili ju ka ardhur pejgamberve më herët. Thot është një lajmëtar i cili ju ka ardhur pejgamberve më herët. Edhe ka thonë, edhe ti shpresoj që me kam prej tyne, edhe këtu pastaj thot Waraka ibn Naufel thot se ka qenë shumë i smur, edhe shumë plak, në moshë do thot thyer, ka thonë dhe tregojnë që ka qenë edhe nuk i verbër, pleqëri të thellë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ja shpjegon se çfarë ka ndodhur, atëherë Waraka thot ti isha kanë më i ri që me dal mbrojtje, ti isha kanë domthonë me ty edhe të kisha mbrojt ty atëherë kur populli do thot kanë me të nxjerr. Edhe këtu çuditet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thot e mukhrijiyhum çush ata kanë me nxjerr mu pej Mekës, pse me nxjerr mu pej Mekës? Domthonë nuk e kupton për arsye se e ka pas atë nivelin e respektit dhe ka ditë që banorët e Mekës në përgjithësi e dojnë edhe respektojnë. Por Waraka e ka ditë edhe i ka thonë po, thot për arsye se nuk ka pejgamber i cili ka ardhur që populli vetë e ka pranuar. Që kjo është do thotë praktika e pejgamberëve në përgjithësi kanë qenë të refuzuar nga popujt e tyre, prandaj edhe ty kanë me të refuzuar. Edhe këtu inshallah po e ndërprejmë, inshallah javën e ardhshëm vazhdojmë me dersin e radhës.